يقول الله سبحانه وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه الغنم. Kjo është një ajet kuranor. Ajet kuranor I cili tregon për një ndodhi e cila ndodhi në kohën e dy pejgamberëve. Pejgamber të cilët mes vete ishin babebir. Kjo ndodhi me Sulejmanit alayhi salam edhe Davudit alayhi salam. Kurse baba ishte Davudi alayhi salam, e Sulejmani ishte djali I Davudit alayhi salatu wassalam. Kjo është një ndodhi e cila tregon për drejtsinë e muslimanëve, tregon për një drejtësi supreme, drejtësi e përkrahur nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Drejtësi nga e cila drejtësi gjithë muslimanët duhet me marrë shembull dhe rnek nga kjo. Jo rastisht Allahu azza wa jall ajetin kuranor e fillon kështu: wa Dawuda wa Sulejmana idh yahkumani fil harth. Edhe përkujtoni thot Davudin edhe Sulejmanin, sepse këta ishin dy pejgamber të drejtë, dy pejgamber gjykatës, gjykatësinë dhe drejtsinë të cilëve edhe Allahu azza wa jall e përmend në Kur'an. Edhe thot përkujtoni Davudin edhe Sulejmanin. Edhe thot idh yahkumani fil harth, të cilët gjikonin për një ar, për një tokë, e cila tokë ka qenë mbjellur me bereqet. Idh yahkumani fil harthi idh nafashat fihi al-ghanam, sepse thot në këtë tokë, në këtë ar, pas kanë hi do dhen. Shiqoni ndodhia çka është. Në kohën e Davudit dhe Sulejmanit alayhi salam, një kabile, një fis, pas ka pas disa dhen, të cilët dhen I pas kanë lëshu gjatë natës që me kolot. Ama hajvani është hajvan, ka shku dhe ka hi në arën e kujshis. Edhe çka ka ndodhë? Gjithë bereqetin e kanë harxhu, gjithë bereqetin e kanë hongër, edhe nuk kanë betë asgjë nga bereqeti I asaj toke cila ka qenë mbjellur me bereqet. Edhe natyrisht ki person shkon dhe ankohet e Davudi alayhi salam. Shkon dhe ankohet e Davudi alayhi salam dhe ja tregon rastin Davudit alayhi salatu wassalam. Edhe I thot kështu dhe kështu më ka ndodhur, si do të gjykojsh, çka të bëjmë? Davudi alayhi salam thot gjykimi im është ky, që dhënt e këtynve e kësaj kabile që prej sotën aton të bon tujat. Edhe mo ti me kom pronari domaçini këtynve dhënve, si dëm shpërblim për zullumin bereqet që ta kam bo. Por një kosisht, ata e pysin edhe Sulejmanin alayhi salam, djalin e Davudit alayhi salam. Edhe Sulejmani alayhi salam, duke mos marë parasysh se bot në pyetje për një gjykim të një pejgamberi tjetër, duke mos pas parasysh se gjykuesi I parë është baba I tij. As pak nuk u brengos, por se gjykoj ndryshe dhe e tregoj hakin të cilën hak mendoj se ashtu duhet me konën. Edhe tha jo, unë e mendoj kështu, mendoj që shtash ju duhet me ndru mallin. Toka të botë e asaj kabiles derisa të botë hazër bereqeti për takor. Ndërsa ki domaçini I arës kam I marrë dhën të juve, kam I mjel edhe kam e prej leshin e dhënve derisa ju t'ja dorëzojni tokën ashtu si ka konë më herët. Shiqoni dy pejgamber, babe bir, dy gjykimet ndryshme. Ama nuk gjykojnë me njoftësi, nuk gjykojnë me interes, por se gjykojnë me drejtësi, sepse në këtë formë dhe në këtë mënyrë mbahet drejtësia në rruzullin toksor, mbahet adaletin këtë dunjo, edhe kështu dhe në këtë mënyrë ka me vazhdu ekzistimi I kësaj dunjoje. Wa kunna li hukmihim shahidin, thot Allahu azza wa jalla në fund këtij ajeti, edhe na thot ishmi mbikëqyrës të këtij gjykimi, edhe na thot e përcjellshmi mirë hall e hall gjykimin e këtyve dy pejgamberëve. Thot Allahu azza wa jalla në vazhdim, fa fahamnaha Sulejman. Thot ne ja mundsum Sulejmanit ta kuptojë më mirë këtë mesele, që do me thonë se kuptimi I njerëzve nuk është I njëjtë, drejtësia e njerëzve nuk ka mundësi që t'jenë të njëjtë, edhe nëse ata janë babebir, edhe nëse ata janë pejgamber, edhe nëse ata janë ulema, miderize o xhallar. Megjithatë, drejtësia të dikush ka mundësi me kon kështu, e të tjetri me kon kështu, por qëllimi ku është që besimtari ta ketë qëllim final,
dhe primar në jetën e tij, që gjikoj dhe të flet me të drejtë. Ashtu si është razi Allahu Azza wa Jall, që Allahu Subhanahu wa Taala atë popull, atë narod, atë shoqëri ta doje dhe ta avancojë ta hecë përpara. Kjo është ajo që e mban për gjallë dhe në ekzistencë tokën dhe qiellin, sepse ata janë ndërtuar mbi drejtësi, ata janë drejtuar mbi adalet, dhe na si musliman, këto yrneke, këto raste, këto tregime kur i tregojmë, nuk duhet se vetëm me na kalu sikur se ndodhi dhe raste, sikur se hiqaje, por se na nga këto duhet me marrë yrnek dhe shembull që nga çdo hutbe, nga çdo ders që mban hoxha, të dalim nga një mësim. E vallahi, mësimi i drejtësisë është mësimi më i madh, mësimi i cili ka me të nxjerrë në drejt, ka me të nxjerrë selamet, ka me të nxjerrë në dritë. Nëse don që me pa selamet, nëse don që me pa hajrin mallit, nëse don që me pa hajrin e vladit, nëse don që me pa hajrin familjes tënde, bahu i drejt, gjiko me të drejt. Kantarin kur ta mati zhvagën, mat me të drejt. Bahu i sinqert, tregoj imanin ton, besimin ton me vag, sepse edhe ati tregon se ti je musliman, edhe ati ki mundësi me tregu se ti je i drejt, edhe ati ki mundësi me tregu se ti je ai cili zbaton sheriatin Allahut Azza wa Jall. Çdo kush ati ku gjindet, ti cili je në pazar, punon me vag me kantar, bahu musliman dhe i drejt me vagën tënde. Ti cili punon në administrat, bahu musliman dhe i drejt me orarin e punës tënd dhe shërbej musliman ashtu siç ka hije. Ti cili je në punë shtetit, bahu i drejt me orarin e punës, bahu i drejt me punën tënde. Nëse don që dinarin në shtëpi tënde me çu me halal, nëse e ki me të pa të drejt, atë dinar e ki haram, atë gjykim atë fjalë ki haram. Edhe kur gjikoni mes evladëve, kur ti dani evladët, mos harroni se krejt janë tjuft, dhe se duhet me gjiku me drejtësi, e jo me dashuri, e jo me emocione. Pa marr parasysh se është më i madh evlad, apo është më i vogël evlad. Bahu babi i drejt, gjiko me të drejt, mos i ban zullum dhe pa drejtësi asnjënit. Njënit japsh një shtëpi 5 kat, e tjetrin ta nxjerrësh me qira pse është më i madh, apo pse është më i vogël. Kjo është realiteti i drejtësisë. Kjo është realiteti i adaletit, që na me gjiku me drejtësi, kudo që jemi, edhe te evlatët e ton, edhe te gratë e tona, edhe te bijat e tona, edhe në pazar, edhe në punë, edhe në xhami, kudo që jemi. Kjo është ajo që na besimtarët e kemi synim dhe obligim primar dhe fetar, që na të jemi të drejtë, që ta fitojmë drejtësinë Allahut Azza wa Jall dhe rahmetin e tij në ditën e gjykimit. Kjo është ajo që na duhet kuptu, siç thot Allahu Azza wa Jall, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, bahuni të drejtë, nga se e drejta është më afër devotshmërisë. Lutë Allahun Azza wa Jall me emrat e tij të bukura dhe me cilësitë e tij të lartësuara, që gjithë neve të na bëjë të drejtë, që gjithë ne të flasim fjalë të drejta, kur gjykojmë të gjykojmë me të drejtë, kur të punojmë me të drejtë, kur të veprojmë me të drejtë, edhe ashtu dhe në këtë mënyrë dhe në këtë formë, ta japim edhe emanetin ton, që dalim para Allahut Azza wa Jall faqebardh me punë të mira e të drejta, ashtu siç është arazi Allahu Subhanahu wa Taala. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.